Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh mes SPAK-ut dhe politikës shqiptare, ku së fundmi është marrë e pandehur zëvendës kryeministrja Belinda Balluku mbi aferat sa i përket tunelit të Llogaras, por edhe aferat tjera të cilat aktualisht nuk janë bërë publike nga ana e SPAK-ut, por që pritet në vijim. Ndërkohë, Shqipërinë e ka vizituar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Mark Fleming, i cili ka zhvilluar takime në SPAK, konkretisht me kreun e këtij institucioni Altin Dumanin, por edhe me drejtues të institucioneve shqiptare dhe përfaqësues të opozitës. Por cila është dora amerikane në sistemin e drejtësisë dhe a ka një nxitje nga ana e administratës Donald Trump për të çuar përpara dosjet e nxehta nga ana e strukturës së posaçme në Shqipëri? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar studiuesin e njohur Grid Roy nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti Roy, përshëndetje. Përshëndetje Agora News dhe Bardhi, faleminderit për ftesën. Zoti Roy, ditën e djeshme SPAK-u ka marrë të pandehur zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërkohë këtë institucion e vizitoi edhe zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Mark Fleming. A ka këtu një dorë amerikane nga njëra anë dhe a është duke ecur në drejtimin e dur SPAK-u, nisur edhe me udhëzimet e amerikanëve sa i përket goditjes në nivelet e larta të politikës shqiptare? Kjo është një pyetje me vend. Shikoni, SPAK-u është një krijesë e cila u krijua përkundër vullnetit të atyre që kanë sunduar shqiptarët që mbas viteve 90. Pra ishte një krijesë e cila ju imponua Parisë së Tiranës nga aktorët huaj për të rikthyer shtetin shqiptar në shinat e drejtësisë dhe në shinat e ligjshmërisë. Pra nga ky pikë vështrim sigurisht që ka një lidhje, sepse SPAK-u nuk do të kishte ekzistuar nëse nuk do të kishte pasur një telefonat ose një dalje publike nga ish ambasadori i atëhershëm amerikan Donald Lu, i cili me një mesazh publik solli 140 deputet në sallë, të cilët votuan 140-0. Pra SPAK-u është prodhim i këtyre lloj dinamikave. Duke thënë këtë, gjithashtu nënkuptoj faktin që ka sot për sot, Paria e Tiranës nuk hoqi dorë nga drejtësia, sigurisht, la përkohësisht kontrollin e saj në duar të përzjera, do të thoja, sepse ka gjithsesi një pjesë të konsiderueshme të SPAK-ut e cila i detyrohet Parisë së Tiranës, dhe kur them Paria e Tiranës nuk e kam thjesht me qeverinë e Edi Ramës, e cila kontrollon pothuaj gjithçka në mekanizmat e pushtetit sot, por po ashtu edhe për të tjerët, për të ashtu quajtur në opozitë, Sali Berishën, Ilir Metën, në atë kohë ishte edhe Lul Basha që konsiderohej me demek opozitë. Të gjithë këta kanë interesin jetik për të ruajtur kontrollin e Parisë si grup mbi shtetin, dhe pa kontrollin e drejtësisë, që është limfa e çdo shteti, është e pamundur të ruash kontrollin e Parisë mbi shtetin. Dhe kontrolli këtyre i Parisë për mbi shtetin është i mundur thjesht duke e luftuar atë çka duan ndërkombëtarët, që kanë kërkuar ndërkombëtarët, pra SPAK-un. Po thoja më parë që brenda SPAK-ut ka një dinamik të dyfisht. Është një grup brenda SPAK-ut i cili vazhdon të ndjek çdo lloj dosje që i vjen përpara, qoftë edhe nga qeveria, dhe që aty ku ka ndikim edhe zëvendës ndihmë sekretari i shtetit, edhe është një pjesë tjetër e SPAK-ut, e cila është nën kontrollin e plot të mekanizmave të pushtetit dhe të Parisë, e cila kundërshton këtë dhe përpiqet me anë të procedurave, mënyrave të ndryshme që brenda ligjit gjinden, për të përzgjatur proceset. Pra, ankesa, ankimimi ligjor ose vënia e pandehur, shpallja e pandehur e zëvendës kryeministres Balluku është pjesë e këtyre dinamikave, e cila ka dalë mbi ujë. Akuza është ende shumë do thoja pothuajse qesharake, sepse shkelje e barazisë në tenderave në një tender për një personazhe e cila ka kaluar në dorë miliarda dollar është duket sikur është vetëm fillimi i procedurës dhe i procesit, por në këtë mes duhet vini re që mbështetjen
kryesore zëvendës kryeministres aktuale dhe tashmë të pandehurës Belinda Balluku do t'ja jap jo vetëm qeveria, po do t'ja japi me veprimet e saj edhe duke e sharë opozita. Duket pak si paradoks, por opozita ndërkohë që tregon se sa miliarda ka vjedhur hipotetikisht zonja Balluku nga buxheti i shtetit, vazhdon të bashkëpunojë me qeverinë e zonjës Balluku për të shndërruar drejtsinë shqiptare, për t'ia hequr dhëmbët SPAK-ut, për ta bërë SPAK-un një organizëm i cili nuk e ka më mundësinë që të procedojë as deputet, as kryeministra, as ministra dhe as ish kryeministra, as ish president, të cilët janë tashmë nën proceset e SPAK-ut. Pra duhet parë në këtë mënyrë të gjerë procedimin ndaj saj. Se si do të përfundoj, unë mendoj që varet shumë se si do të dali lufta nëpërmjet Paris-Tiranës. Paria Tiranës është në luftë të hapur tani me administratën amerikane, ndaj dhe vizita e ndihmës asistent sekretarit, i cili është zyrtari më i lartë që përgjigjet për Shqipërinë në Departamentin e Shtetit, ka shumë rëndësi, sepse tregon vullnetin e hekur të administratës Trump për të mos parë në sy, sidomos këtë qeveri, por askën tjetër, as qeveritë e mëparshme, të cilat janë patericë e kësaj qeverie. A mendoni se vizita e Mark Fleming në SPAK, por edhe goditja dhe marrja e pandehur e zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një reflektim dhe rezultat i vizitës Altin Dumanit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku ai u takua me zyrtarët të Departamentit të Drejtësisë atje dhe mund të jetë një udhëzim amerikan, por që SPAK-u vepron po themi si institucion i pavarur dhe ecën në linjën amerikane, ashtu siç u ndërtua edhe reforma në drejtësi në vitin 2015. Ne publikisht në burimet hapura nuk kemi të dhëna se çfarë është diskutuar brenda SPAK-ut dhe nga burimet hapura dim që zoti Dumani është takuar pothuajse i vetëm me zyrtarët amerikan. Gjë që duhet na tregoj se zyrtarët amerikan nuk i kanë shumë besim shumë kujt brenda Paris së Tiranës. Pra, ne mund të spekulojmë shumë, të themi se çfarë është thënë dhe çfarë do të ndodhë, por unë mendoj që gjë më e saktë për të thënë në bazë të informatave që kemi sot dhe shoh që në shtypin shqiptar, në median shqiptare dhe në disa portale të Paris të Tiranës ka shumë spekulime dhe bëhet shumë zhurmë duke krijuar një lloj amullie mbi atë çfarë mund të ndodhë dhe çfarë do të ndodhë. Ajo që dim është kjo, që zoti Dumanit i mbaron mandati, pra vizita e zëvendësdimës sekretarit të shtetit ka të bëj shumë dhe me të, ka të bëj dhe me vazhdimsinë e SPAK-ut, kush do të jetë nën kontroll, kush do të jetë mekanizmi kontrollues i tij, dhe deri më sot ka qenë, se mos harrojmë që për një kohë shumë gjatë rrogat e larta të antarëve të SPAK-ut dhe të gjithë organizmave mbështetës paguheshin jo nga shteti shqiptar. Deri para pak kohë, nuk kam informacion në muajt e fundit, po deri para pak muajsh paratë e rrogave vinin nga burimet jashtme. Kështu që Paria Tiranës është në këtë lloj përballje që duhet parë se kush do të jetë kryetari i ri ose personi që do të drejtojë SPAK-un në vitet e ardhshme, dhe kjo është njëra pjesë e medaljes. Pjesa tjetër e medaljes është që fatkeqësisht duhet ta themi këtë, pavarësisht se mua nuk vjen mirë që e them. Po ti marrësh të gjithë antarët e Paris Tiranës, nga më i larti e deri tek më të vegjëlit, duke filluar edhe nga opozita që sot bërtet për korrupsione të tjerë, po ti marrësh një nga një, janë të gjithë, i kanë të gjithë dosjet mal me veprime korruptive me qeverinë aktuale. Nuk ka nevojë të shkojmë mbrapa në vitet 2007, 2005, 2009 ose 2009-2013. Krerët e të ashtu quajtur opozit kanë marrëdhënie të vazhdueshme me antarë të kësaj qeverie, kanë tendera të marrë gjatë kësaj qeverie, kanë marrë para gjatë kësaj qeverie. Pra, torta e Paris së Tiranës, e cila është e mbushur me parat e shqiptarëve, me gjakun e shqiptarëve, ndahet me marrëveshje në mes tyre. Kështu që Paria Tiranës vepron bashk. Unë e kuptoj që është e vështirë për shumë kënd që ka luftuar në llogore dhe në istikamet të dyja palëve, si në krahun e majt ashtu edhe në krahun e djathtë, ta pranoj këtë. Si ka mundësi, ne kemi luftuar që ta luftojmë Sali Berishën nga njëri krah. Ne kemi luftuar që ta luftojmë komunizmin nga krahu tjetër. Këta kanë punuar bashk
qëllimi i tyre i vetëm ka qenë pasurimi dhe SPAK-u ka nxjerr vetëm një pjesë shumë të vogël. Dhe po nxjerr zonja Balluku ka disa vite që është zëvendës kryeministre, ka dorë në tenderat më të mëdhenj të qeverisë. Por zonja Balluku ishte ashtu siç thuhet nëpër media, ka qenë një nga promotorët e nxjerrjes së sekreteve ose të rrobave të palara, siç thuhet anglisht, të ish kryebashkiakut Veliaj, dhe unë dyshoj shumë që ish kryebashkiaku Veliaj ka kundërsulmuar në një farë mënyre për të rritur një lloj, për të rritur presionin mbi kryeministrin në mënyrë që ai të shpëtojë vet. Por këta janë të gjithë të korruptuar, këta kanë vjedhur, këta i kanë duart me gjak shqiptarësh dhe është e pamundur që ta të mos kenë bashkëpunuar bashkë. Që nga reformat zgjedhore e të gjitha llojet e tjera, bashkëpunimi i tyre është i ngushtë, sepse vetëm kështu ata mund të mbajnë kontroll. U ndala tek dora amerikane dhe pjesa perëndimore, duke qenë se ka zëra, por ende jo të konfirmuar zyrtarisht, se Belinda Balluku ka krijuar shqetësim edhe tek aleatët sa i përket aeroportit të Vlorës. Dhe në këtë rast koka e Belinda Ballukut po kërkohet si kokë turku nga Edi Rama, apo mund të jenë edhe NATO në këtë rast, apo Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra sepse është kthyer në një shqetësim sa i përket pjesës së aeroportit Vlorës, mënyrën se si është dhënë me koncesion e të tjerë. Shikoni, unë mendoj se ju duhet thënë e vërteta troç shqiptarëve. Shqiptarët nuk janë budallëj, nuk duhet i trajtojmë si dele që hanë çdo lloj tagjie propagandistike. Nuk ka asnjë shans në botë që një ministër, një zëvendës ministër, një drejtor drejtorie, e më poshtë as që diskutohet, të ndërmarrë një veprim të madh korruptiv pa pasur të paktën një mbyllje sysh me vullnet të plot nga maja e piramidës. Shteti shqiptar funksionon në mënyrë piramidale, nuk ka asgjë që nuk i kalon poshtë syve, nën zë, pa e kuptuar kryeministrit, që është pavarësisht se nuk është numri 1 i shtetit në hierarkinë reale, është njeriu me më shumë pushtet në shtetin shqiptar, në mënyrën se si është organizuar shteti sot. Kështu që në qoftë se kryeministri thot njerëzve, i thot shqiptarëve që unë nuk e dija se ç'është bërë në hundët e mia, është duke gënjur haptas, po ju trajton si dele. Kjo i përket Edi Ramës sot, që u bën gati 20 vjet që është në pushtet dhe të gjithë korrupsioni ndodh nën hund dhe ai nuk e kupton, po i përket edhe Ilir Metës që është sot në burg, i përket edhe Sali Berishës që po i afrohet burgut në një moshë të thyer fatkeqësisht për të. I përket të gjithë atyre që kanë drejtuar shtetin shqiptar. Është e pamundur që të ndodhë gjë pa e ditur i pari i shtetit, sepse shteti shqiptar funksionon në mënyrë të tillë që ka lidhje nepotike, në mënyrë të tillë që ka disa shtresa të informacionit që i kalojnë kryeministrit, është shiku që i raporton kryeministrit, janë shërbimet e huaja që i japin informacion kur ju duhet kryeministrit. Pra, asgjë nuk kalon nën hundën. Zonja Balluku nuk mund të kishte vepruar, nëse ka vepruar në mënyrë korruptive, dhe këtë do ta vendosë gjykata pas gjykimit, nuk mund të kishte vepruar pa Edi Ramën. Është e pamundur. Ashtu si në 21 janar, në qoftë se do të bëhet kokë turku Lulbasha që ishte ministri i brendshëm, nuk mund të kishte vepruar pas Sali Berishën. Ashtu si në çdo lloj veprimi tjetër korruptiv nuk mund të kishte asnjë lloj veprimi të ndërmarr. Këta kanë gjetur mënyrën korruptive që thonë vendimin e mori Këshilli i Ministrave, sikur Këshilli i Ministrave të ishte në i çun lagje që e ka shpinë Kecepi. Këshilli i Ministrave është një organ që vendos me vullnetin e plot të kryeministrit. Kryeministri i merr vendimet përpara dhe i sjell në publik për ta miratuar ministrat që të heq përgjegjësinë ligjore, por në çdo vendim të Këshillit Ministrave është dora e njeriu që e drejton atë, dhe të gjithë kryetarët e shtetit shqiptar janë deri në fyt miliarda dollar dhe euro, si doni numërojeni, janë të vjedhura nga qeveritarët shqiptar që mungojnë sot në llogarit. Unë jam i bindur që SPAK-u do t'i hyjë, ose ta them në mënyrë më pak të fortë. Shpresoj shumë që SPAK-u t'i hyjë deri në fund dhe të vazhdoj, por në çdo rast përgjegjësia bie, jo vetëm politike, përgjegjësia penale
duhet bjerë mbi kreun e qeverisë. Ashtu siç duhet bjerë mbi Sali Berishën, ashtu siç ka rënë mbi Ilir Metën, siç duhet bjerë mbi çdo kënd tjetër që ka vjedhur parat e shqiptarëve, nëse do të ketë drejtësi. Nëse nuk do të ketë drejtësi dhe kjo do të jetë pjesë e farsës së radhës, ku këta bëjnë sikur dënojnë njëri tjetrin dhe nxjerrin koka turku, atëherë unë gjykoj që jemi në një moment shumë delikat, sepse nuk e di se sa më mund të mbaj populata, se u bën pak si shumë, domethënë, pavarësisht se nëpër media nxjerrin njerëz që thonë mirë kemi pensionin, kjo është pjesë e mendësisë marrëzisë kolektive që ka kapluar shumë kënd, por edhe marrëzia kolektive ka një kufi. Dhe ai kufiri pastaj nuk është fort i këndshëm, siç e keni provuar në 97-ën dhe ndoshta edhe më keq se sa aq mund të bëhet. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë një deklaratë tronditëse duke thënë që Edi Rama ka kërcënuar hapur prokurorin e çështjes së Belinda Ballukut, duke i thënë se si guxon ai që t'i bllokoj pasaportën zëvendës kryeministres. Dhe sipas Berishës, prokurori është përgjigjur në të njëjtën monedhë se edhe vetë Rama është i përlyer i tëri. Në këtë rast, kaq i fuqishëm është Edi Rama sa që të kërcënoi prokurorët e Spakut, por nga ana tjetër apo i afrohet laku edhe vetë kryeministrit në këtë rast, dhe sa kapacitet ka vetë Spaku për ta goditur Edi Ramën? Shikoni, duke filluar nga ajo që thash në fillim, që këta janë të gjithë bashkë, analiza e veprimtarive ose e të thënieve të përditshme të Sali Berishës, edhe në këtë moshë të shtyrë ku njeriu duhet kishte ruajtur pak dinjitet, është fort e thjesht. Sali Berisha, sipas analizës atyre që thot 10 të vërteta dhe 2000 gënjeshtra mbi to. Dhe mbështetet të 10 vërtetat për të shtyr fort 2000 gënjeshtrat që thot sipër. Pra, është e mundur që ai të ketë informacion sepse ka rrjetin e vet informativ edhe brenda shtetit, gjë që hedh poshtë faktin që ai s'pas ka asnjë lloj pushteti, se derisa ka rrjet informative di se ç'bën kryeministri, diku ka ca leva pushteti dhe ky njeriu pa pushtet që ka humbur disa zgjedhje me radhë. Por kjo lloj mënyre e shprehjes, në mënyrë që i ngjason një llazore politike, nuk është se ky është niveli i Zotit Berisha. Zoti Berisha ka një nivel intelektual mjaft të ngritur, më të ngritur se shumica e shqiptarëve. Por Zoti Berisha e bën këtë me vedije të plot, duke qenë në tavë me Zotin Rama për të folur me gjuhën popullore, duke qenë në marrëveshje të plot me Zotin Rama për gjërat themelore, që janë shtyllat e sistemit, sistemi zgjedhor, se si do të funksionojë drejtësia, aty bashkëpunojnë ata. Bashkëpunojnë në të gjitha llojet e mënyrave të ndryshme, të hapura dhe të fshehta. Kur vjen puna tek këto të tjerat, zhurma që bëhet është e madhe. Mos harroni që zhurma që bën Sali Berisha sot dhe ata lacat e tij mediatik për zonjën Balluku, vetëm se e ndihmon zonjën Balluku që të thotë që ky është një gjykim politik, kur në fakt vjedhja është sheshit. Pra, praktikisht i jep dorë të gjithë njerëzve të Ramës, duke i sharë Sali Berisha, numër 1 ju jep dorë që të thonë ne po na gjykojnë, ne na gjykojnë politikisht, dhe së dyti ju jep dorë që nesër pas nesër të gjithë militantët socialistë thonë derisa këta i sulmon Berisha, që është djalli për ta, këta janë tanët, do t'i mbrojmë deri në fund. Pra është një mekanizëm pervers, shqiptarët duhet ta kuptojnë këtë. Është mekanizëm pervers për t'u hedhur hi syve. Këta punojnë bashkë, nuk ka ndasi. Nuk ka problem Sali Berisha me vjedhjen e shtetit. Siç e ka treguar me të ndjerin Nano, të cilit i tha djall, të cilit i tha nano i krimit, dhe pastaj e mori dhe tha unë kam respekt për të, dhe desh edhe ta bënte president, por nuk kishte votat, e të tjera. Pra Zoti Berisha flet thjesht sipas kontekstit politik, nuk ka asnjë lloj besueshmërie, as ideologjike, as personale. Tani të dalë ke pika 2, se duhet të përgjigjem pyetjes, kjo ishte thjesht paranteza. A ka lidhje kjo apo i afrohet kjo Zotit Rama? Edhe ky është një keq kuptim i madh. Zoti Rama ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes Spakut. Zoti Rama ka procese të hapura me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Zoti Rama e ka treguar se sa keq i kishte marrëdhëniet në kohën e një personazh, një ambasadore që në Shqipëri shihi si personazh programist, zonjës Yuri Kim. Njerëzit harrojnë që në një konferencë për shtyp, Zoti Rama i tha zonjës Kim që ju amerikanët i lini njerëzit në balë si në Afganistan. Dhe përgjigja e zonjës Kim ishte a ke lut menç apo jo? Pra, këto janë disa dalje që harrohen, ishte live, ishte drejt për drejt në televizion, bëjnë sikur harrohen,
por ai mesazhin e ka dhënë që nuk është pro interesave amerikane. Lufton Edi Rama që të duket shqiptarëve, thret edhe një kryebashkak ndalje të New Yorkut, të shkretin që ka ngel pa lek tani dhe do të marrë në lek, dhe e thret dhe e quan si përfaqësues të Amerikës. Po këto janë çështje mediatike që i han njerëzit që nuk kanë shumë mendim kritik. Për njerëzit që duan ta kuptojnë, Edi Rama është në qendër të vëmendjes. Edi Rama e ka dosjen mal edhe në Evropë, po Evropa nuk na do shumë në shqiptarëve, se na shesit pa civilizuar. Por në Amerikë që është aleati ynë i vetëm dashamirës ndaj shqiptarëve, në Amerikë ka dosjen shumë të madhe dhe nuk i shpëton dot kollaj sepse ka punuar kundër shtetit amerikan. Në të njëjtën mënyrë siç ka punuar kundër shtetit amerikan disa herë dhe Sali Berisha. Çfarë do duhet bëjë në këtë rast Edi Rama me Belinda Ballukun? A mendoni se do t'i kërkojë asaj dorëheqjen që në një vend tjetër perëndimor padyshim do kishte dhënë dorëheqjen me kohë, apo do mundohet që ta shpëtojë në një farë mënyre sepse ndoshta Balluku mund të jetë edhe fundi i tij? Shikoni, Edi Rama, shqiptarët duhet ta kuptojnë, nuk i dhimbset as shqiptarët jo, po nuk i dhimbset as Partia Socialiste, siç po t'ishte gjallë Indieri Nano do t'ua tregonte, pavarësisht sa i Nanon pastaj e bleu me poste për të birin e për gjëra të tjera, po e me disa lek tenderash andej këtej, por as Partia Socialiste nuk i dhimbset. Nuk i dhimbsen as Tirana që e betonizoi dhe e bëri një shëmtir në emrin e modernizimit, dhe nuk i dhimbset aq më pak çdo njeri tjetër që ka punuar për të cilët i quan si njerëz nën vete, nën nivelin e tij intelektual. Pra, Edi Rama do të sakrifikojë gjithkënd, duke qenë që është politikani më finok i gjithë këtij tranzicioni. Tashmë e ka dëshmuar që është edhe më finok se sa Sali Berisha. Ai i ka gurët në dorë për ta bërë ose kokë turku ose heroin Belinda Ballukun. Mos harroni që ishte përpara Belinda Ballukut një tjetër ministër i fortë, të cilit ju kërkua që të kanabizojë Shqipërinë nga ana e kryeministrit dhe e kanabizoi Shqipërinë dhe pastaj bëri burgun, nuk hapi gojë, ra dakord dhe e shiti nderin dhe dinjitetin e vet me paratë që mori pas si doli nga burgu, është bërë milioner me anë të shoqes, më thon tani. Kështu që është një metodë e njohur e Parisë së Tiranës, sipas një shprehje popullore që ndoshta duket pak banale, po që aq banale është paria e Tiranës, nuk kanë nder këta, nuk kanë fytyrë, nuk kanë nder përpara shqiptarëve se me njëri tjetrin le të bëjnë ç'të duan, po nuk e kanë ndjesinë që t'i shohin shqiptarët në sy t'ju thonë këtu kemi gabuar, do të bëjmë më mirë herën tjetër. Pra, në këtë kontekst, zonja Balluku është thjesht një vegël. Ajo mund të ketë mbledhur disa të dhëna mbi qeverinë, por nuk ka nevojë të mbledhë se ato të dhëna janë të ditura, i din shërbimet e 75 shteteve cilat janë aktive në Tiranë sot. Në Tirana është një qendër spionazhi e një kategorie super, si Berlini i luftës ftohtë. Aq mund të krahasohet në atë lloj përmase. Kështu që ai mund edhe ta përdor zonjën Balluku si kokë turku. Besoj që e ka të vështirë, sepse zonja Balluku është kundër pesha që ai vuri Erion Velis, por në fundit do të vinte një ditë që zoti Rama do të duhet ta sakrifikonte zonjën Balluku, ashtu siç sakrifikoi zotin Veliaj, sepse ata janë pretendent për fronin dhe askush nuk mund të jetë pretendent për fronin kur ka vetëm një sundues në Shqipëri. Të ndalemi pak te rasti Erion Veliaj, i cili u mbrojt në gjykatën kushtetuese ku kërkoi pra doli kundër shkarkimit të tij nga ana e Këshillit Bashkiak dhe më pas pati dekret të presidentit Bajram Begaj për t'i hapur rrugën zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës, por që më pas u pezullua nga ana e gjykatës kushtetuese. Në fjalën e tij, Veliaj lat kuptohet se ishin njerëzit e Ramës ata që e goditën pas shpine. Ju si e keni parë dhe a keni ndërtuar një profil dhe një analizë të vetë Veliajt në raport me Edi Ramën dhe se si përfundoi deri në këtë pikë që të shkojë si i burgosur në burgun e Durrësit? Ju bardh më ndiqni në rrjetet sociale dhe besoj e vërtetoni kollaj që
dualizmin ose luftën e brendshme Velia e Rama kam thënë që para 3-4 viteve kur ata dilnin nëpër fushata bashk dhe ishin lule dhe gongje të gjithë bashk. Kështu që nuk është risi, shumica e shqiptarëve kanë kuptuar, ishte e qartë që Velia e kishte shtrirë këmbën pak si tepër. Ajo që ndodhi ishte që zoti Veliaj me ndihmën e Edi Ramës erdhi në pushtet dhe pastaj krijoi një vellë të madhe pushteti me anë të biznesmenëve me të cilët jepte tendera, se kështu funksionon pushteti në Shqipëri. Në Tiranë jepen tendera shumë dhe bëhet biznes i madh shumë. Zoti Veliaj për vete u pasurua sepse pos që i pasur në Tiranën e Paris nuk mund të bësh dot politik, duhet të thënë edhe kjo. Të varfrit, ai që është i varfër në politikë shihet si budalla, si gomar, si idiot që nuk diti të shfrytëzoj postin. Dhe zoti Veliaj, duke u pasuruar, mendoi se kishte krijuar një bazë politike të pavarur, e cila e sfidoi hapur zotin Rama duke mbështetur Fatmir Xhafën si kandidat i pavarur, jo në këto zgjedhje të fundit, po në zgjedhjet e vitit 2021. Dhe në ato zgjedhje rrjeti politik i zotit Velia tregoi forcën, sepse zoti Xhafa u zgjodh dhe me rehati. Domethënë me aq shumë vota sa rehatshëm e fitoi vendin në bazë të votave personale. Mirë po, zoti Velia gaboi duke menduar se gjitha këto nuk i kishte parashikuar skilja e vjetër politike Kobra Edi Rama, i cili e kishte parashikuar këtë gjë dhe duke përftuar zotin Velia si rrezikun kryesor, sepse ta dini, për ndërkombëtarët zoti Rama është i njohur, njihet si një kloun që sillet në mënyrë të çuditshme, që nuk e do popullin e vet, dhe ndërkombëtarët janë mësuar në fakt me udhëheqës shqiptar që nuk e duan popullin e vet, që nuk sakrifikojnë asgjë, por që bëjnë klounët që sillen, që flasin gjuhë huaja siç fliste Sali Berisha pa i ditur ato, ose që tregojnë barsaleta bajate siç i tregon Edi Rama nëpër korridoret e Brukselit për të treguar artist dhe i këndshëm. Mirë po, problemi është që ata e njohin se kush janë këta, si sillen këta ndaj popullit tyre dhe e kanë shumë të qartë vlerësimin ndaj tyre. Problemi që ata kanë me Shqipërinë nuk është që mbështesin Edi Ramën, por problemi është që shqiptarët të verbuar nga marrëzia kolektive vazhdojnë votojnë të njëjtët njerëz. Këto 13, 14, 15 vite kanë votuar Edi Ramën, përpara saj kanë votuar Sali Berishën, përpara saj kanë votuar Ilir Metën, kanë votuar Fatos Nanon. Pra nuk kanë nxjerrur dot një personazh i cili të ishte interlokutor ose bashkëbisedues i denj për interesat e popullit shqiptar. Dhe në këtë kontekst ata mendojnë që shqiptarët kaq mundin të bëjnë, nuk janë të zotë shqiptarët. Dhe me këtë do të merremi. Ky është shteti shqiptar, këtij do t'i japim të drejtën që të flas në forume ndërkombëtare, por në momentin e parë ai është tërësisht i zëvendësueshëm. Dhe në rastin konkret për të kthyer te zoti Velia ishte më së i pranueshëm për ndërkombëtarët si njëri që e kanë marrë ndërkombëtarët dhe e kanë ngjizur politikisht, praktikisht. Dhe ja kanë dhënë pastaj në prehër zotit Rama dhe i kanë thënë merre dhe rrite djalin tënd politik. Problemi është që zoti Velia mendoi që kishte një lloj besnikërie brenda partisë dhe aty ai ka gabuar se historiku i Partisë Komuniste Shqiptare dhe PSSH-s që nga 91 e këtej, domethënë PSSH-s Nano po themi se Nano themeloi, është i tillë që tradhtitë e brendshme kanë qenë të vazhdueshme dhe shpesh herë janë shitur edhe si demokracie e brendshme, por në fakt kanë qenë pislëk i një kategorie shumë të thellë. Në fjalën e tij në gjykatën kushtetuese, Erion Velia i bëri një krahasim me Farkun e Kolumbisë, sipas të cilit ai rrëmbente kryetarët e bashkive atje dhe sipas tij edhe vetë Erion Velia pra u rrëmbye. Në këtë rast, a është ky një mesazh indirekt kundrejt Edi Ramës për të cilësuar atë si një organizatë terroriste, po themi, apo si një organizatë revolucionare, apo drejtuesi i organizatës kriminale, siç e cilëson nga ana e tij Ben Ahmetaj, dhe në këtë rast pse Veliaj nuk ka kurajën që të përmend vet Edi Ramën, por u përpoq edhe në disa raste të tjera të thoshte Këshilli i Ministra dhe jo kryeministri. Tani zoti Veliaj nuk ka
as edhe një gram karte morale. Më falni, unë po jam i drejt për drejt, sepse unë mendoj që ka ardhur koha duhen thënë gjërat në mënyrë tërësisht të drejt për drejt. Edhe nga që nuk kam ambicie politike, unë besoj që shqiptarët duhet i dinë këto nga dikush që nuk ju kërkon gjë. Zoti Veliaj nuk ka as edhe një gram aftësi për të folur për moral. Zoti Velia është njeriu më i pamoralshëm në politikë, në jetën e tij private është çështje e tij, nuk hyj aty sepse nuk duhet të shndrohem në llazore politike, por në jetën e tij publike është një nga njerëzit më të paqëndrueshëm, është një nga njerëzit më pa bosht, është një nga njerëzit që nuk ka as dhe një lloj etike apo morali. Kështu që dalja e tij morale, pavarësisht se fjalët që tha ai ishin deri diku të pranueshme, po mos ishte personazhi Velia ai që i shprehet ato, shumë kush do duhet gënjehej kollaj dhe thonte, nuk e ka keq ky në këto që thot. Mirë, por problemi nuk është ajo, problemi është që Zoti Velia kur ka pasur në dorë të veprojë dhe të bëjë gjëra në politikë dhe ka bërë gjëra të mëdha, ka vepruar në mënyrën e kundërt. Zoti Velia është një nga shkaktarët e kësaj gjendje. Pra, viktimizimi i tij është qesharak. Pavarësisht se mbështetet nga segmentet caktuara të medias, të cilat me shumë finokëri mediatike përpiqen që ta nxjerrin të palar, është e pamundur që Erion Velia të jetë i palar. E urren brenda Partisë Socialiste, jo më njerëzit e tjerë. E din se çka bër, e din se me çfarë lloj pabesie politike është sjell Zoti Velia. Në të njëjtën gjykim hyn edhe zoti ish ministri i financave, sepse edhe ai është një nga njerëzit që nuk ka gojë të flas për moral. Por duhet t'i kthehem pyetjes tuaj, e cila është që a kishte të drejtë Veliaj kur bëri një akuzë të tërthort ndaj Ramës dhe pse e bëri ai këtë? Po sigurisht që Velia e di se kush ja ka bërë këtë, se është brenda mekanizmave të ndyra të Paris Tiranës. Ai e di, po nuk e ka kurajon që dalë dhe thotë, shikoni shqiptar, unë i kam bërë gjitha këto. I kam marrë sepse kështu luhej loja dhe kam dashur, kam ambicie politike, ju kërkoj ndjes, fajin për këtë e ka Edi Rama dhe të fillonte dhe të fliste haptas. Nuk e ka këtë integritet se ka pasur kurrë Zoti Veliaj, këtë lloj integriteti. Dhe duke mos bërë këtë, ai praktikisht është duke i kërkuar pazar Edi Ramës. Dhe unë bëj një parashikim, është spekulim ky imi, por si Samir Tahiri, i cili doli i palar, bëri disa vite burg, dhe me qira fjala, një nga mekanizmat më pervers është që Zotit Veliaj tani, këto ditët e burgut, ky viti i burgut i quhet për 2 fish, sepse quhet para burkim. Dhe kur të dënohet, do t'i ulet dënimi me anë të këtij burgut në cilin ai po heroizohet në mënyrë mediatike. Dhe të gjithë këta bëjnë pazar me Edi Ramën. Unë spekuloj që Zotit Velia nuk do t'i preket pasuria, të cilën e ka shumë më të madhe se sa ka dalë. Ato që kanë dalë janë vetëm pisliqet e vogla. Pasuria e tij është shumë e madhe sepse ka dhënë aq leje dhe ka marrë para në mënyrë të tmerrshme. Po t'i hyet pasurisë të gjithë tyre, ju dalin gjëra në emër kunetësh e baxhanakash që janë të paimagjinueshme. Do t'i lejohet pasuria, ajo që po bën Edi Rama me shumë finokëri është duke e mbrojtur teorikisht publikisht, por duke i shkatruar figurën publike. Mbas kësaj, Erion Velia nuk mund të jetë më kandidat për kryeministër sepse është djegur politikisht. Dhe kjo është ajo që intereson Edi Ramës. Nëse Erion Velia e ka vjedhur, Edi Rama është fort i kënaqur, është i kontrollueshëm. Edhe Sali Berishës, çudia më e madhe në këtë botë është që del Sali Berisha dhe mbron Erion Velin, siç e ka mbrojtur kur ishte kundër Nanos. Pra këta punojnë gjithë bashkë. Sot mërzitet shumë Partia Demokratike dhe kryetari i saj legjendar se nuk po respektohen procedurat. Nuk po respektohen procedurat. Ama kur ata thonin nanon burg ta marrim zvarr Edi Ramën, procedurat nuk duheshin respektuar. Po tani që është Veliaj dhe i cili që ju volit politikisht, pra kjo është një pocaqillëk, thon nga jugu, i tmerrshëm njerëzor dhe politik, dhe këta meritojnë të jenë në handrakun e historisë shqiptare, megjithatë fatkeqësisht ta drejtojnë shtetin shqiptar dhe duhet t'i analizojmë sot. Të ndalemi pak te pjesa ku Erion Velia deklaroi se ashtu siç e psoi ai mund ta psojë edhe Orgerta Manastirliu nëse zgjidhet në krye të Bashkisë së Tiranës. Në këtë rast, a ka Edi Rama një skenar që çdo eksponent brenda Partisë Socialiste që ngrihet afër nivelit të tij, ai ta godas, qoftë përmes drejtësisë apo qoftë edhe përmes diskreditimit publik?
Përgjigjja e thjeshtë është sigurisht që po do ta zgjeroj pak nëse më lejon. Po. Mekanizmi për të hyrë, për të bërë pjesë e Paris Tiranës, ku fitohen lek, ku bëhesh me emër, ku del në televizor, ku njerëzit thon shefi, pra fiton shumë çka nga ana e pjesëmarrjes në publik, në jetën publike. Mekanizmi është fort i thjeshtë. E kontrollojnë kryetarët dhe kryetari ka nevojë që X-i ose Y-i të bëj të paktën një pislëg të vogël, që të jetë i kontrollueshëm, në mënyrë që nesër pas nesër të funksionojë ky mekanizmi që sapo shprehet ti i Edi Ramës. Edi Rama, siç e cilësova në gjykimin tim, është politikani më i zoti nga ana e poshtërsive ose më finok i 30 viteve të fundit. Kam rritur shumë çka që nuk do ta kishim rritur dot askush tjetër. Atëherë sigurisht edhe Edi Rama ka dosje të gjithë varësve të vet, i ka shtyrë shumë kënd që ta bëjnë. Shumë kujt i ka thënë gojarisht bëje këtë, siç vërteton rasti i zotit Ahmetaj, i cili nuk e kishte problem të vithte dhe të bëhej pasanik, po e ka problem që të bëhet kokturku. Dhe ikën dhe jeton në luks në Zvicër, duke u shprehur i persekutuar politik. Domethënë, sikur të ishte portokalli ne do qeshnim, po kjo është realitet, ose mos jem vetëm i Top Channelit, ose çdo secili nga programet e tjera humoristike, do të ishte për qeshur, do qeshnim me lot. E megjithatë, ky është realiteti. Pra, të gjithë drejtuesit, Edi Rama i pari, po edhe Sali Berisha, dhe Ilir Meta dhe të gjithë, kanë dosje të varësve të tyre, cilët i kanë shtyrë. Askush nuk hyn dot në politik pa bërë një pisllik të vogël. Të rinjt në politik merren në përkampingje, jalë etj, patronazhistët, Forumi Rinor, IPD-s, të gjitha këto janë pjesë e shthurjes dhe e zhbërjes së dinjitetit tyre në mënyrë të që ata të jenë të përdorshëm për në politik. Çdo politikan që rrin politik sot duhet të ketë bështyrë dhe lëpirë disa herë. Merrni të gjithë deputetët një e nga një. Ose janë tani më veglat hapurat krimit, siç është ajo zonja Elbasanit, ose janë njerëz që kanë bështyrë dhe të cilët blehen o me një post deputeti, me një drejtor lëk, me ca para për të shkuar të luajtur në kazino në Maltëzi, e për gjëra të tilla banale, të cilat sot ata i konsiderojnë pjesë e jetës mondane. Pa këto, politika shqiptare është një llum, dhe unë mendoj që edhe me këto është një llum edhe më i madh. Si mendoni, a ka nisur të paktën prej kohësh lufta e fortë mes eksponentëve brenda Partisë Socialiste për të pasur admirimin e Edi Ramës nga njëra anë, por nga ana tjetër dhe për të tentuar kreun e saj, apo Edi Rama tashmë e ka shndruar si partinë e punës që eliminon çdo kundërshtar të mundshëm që mund t'i dalë para? Unë përmenda pak më parë që Partia Socialiste, ashtu si dhe Partia Demokratike, kanë pasur gjithmonë përplasje të brendshme, dhe këto përplasje janë kontrolluar nga kryetarët përkatës. Njerëzit harrojnë se tashmë Indieri Nano mori dhe nxorri të palarat të gjithë atyre njerëzve me cilët qeverisi përpara dhe qeverisi mbrapa në të famshmin Komitet Politik Drejtues KPD, e cila u shndrua në një barsalet madhe që mezi prisnin njerëzit të fillonte KPD-ja. Është harruar tani më, por gjithë ata njerëz quhen njerëz të nderuar e të tjera. Por është e pa evitueshme që brenda një force politike të ketë njerëz që duan, megjithatë duke qenë ndërtuar siç e thash më parë, në bazë të shërbimit që i bëhet udhëheqësit, në bazë të përdorimit, të nivelit të përdorimit nga udhëheqësi, atëherë problemi është i zgjidhur për udhëheqësit. Gjithmonë fitojnë udhëheqësit në politikën shqiptare. Nuk ka asnjë shans që të fitojë dikush tjetër. Shihni për shembull një njerëz që u mor, u ngret, ishte një njerëz që kishte një lloj profili. Unë nuk është profili i preferuar për meje, por brenda Partisë Socialiste, Erion Braça kishte një lloj profili. Kishte qenë kryeredaktor i Zërit të Popullit ose organit ideologjik, ishte një njerëz që kishte besueshmërinë bazë, ishte një njerëz që i kishte ndenjur PS-s shumë afër dhe në momente shumë të vështira, nëpër demonstrata e të tjera, kishte ambicie politike, sigurisht që ishte pjesë e llumit Paris Tiranës, por nuk kishte hyrë në qeveri. Kishte ambicie për të hyrë në qeveri, u bë zëvendëskryeministër në momentin që u
u përbalt duke hyrë në pislliqet e qeverisë, tani është e mundur që ai të përdoret hidhetej, është i pakënaqur tani, del në për protesta, mundohet të japi sinjale, por është e ka shitur atë kredin që kishte fituar ndër socialistët e thjesht duke u bërë pjesë e llumit qeverisës. Kjo është monedha me cilën të blen Paria e Tiranës. Të blen me ambicien politike dhe atëherë gjitha luftrat e brendshme, ndonse ekzistojnë, dallimi është kur është i mbështetur nga fuqitë huaja, atëherë mund të ketë edhe ndonjë shans. Por zakonisht çdo kryetar që i ka mend në vend, siç është Edi Rama ose Sali Berisha, nuk ka asnjë shans që të hidhet të rrëzohet së brendshmi. Fatos Nano ishte një përjashtim, sepse Fatos Nano me arrogancën e vet i kishte bërë gjithë kundër. Dhe gjithë këta që e qajnë sot të ndjerin Nano, nuk i kanë ngritur telefonin rreth 90 ditë. Mbasi ai humbi zgjedhjet dhe nuk ja ngretë partia vet telefonin. Njeriu të cilin e kishin heroizuar dhe kishin thënë as buk nuk duam, vetëm pajtohu me Ilir Metën. Pra, kjo mund t'ju japi një lloj ideje se i harrojmë ne shpesh në shqiptarët, jemi njerëz që harrojmë kollaj. Një lloj ideje se kush janë këta, si sillen këta dhe si janë marrëdhëniet e tyre të brendshme. Këta janë një tryezë kobrash, të cilat pickojnë njëri tjetrin, por në fund e dinë që të gjithë duhet të jenë bashkë, sepse gjella e tyre në mes të tavolinës janë shqiptarët dhe i çukisin të gjithë nga pak, aq sa kanë mundësi. Kush është në pushtet më tepër, kush është në opozitë diçka më pak, por ndërkohë rrinë me kokën duke të kthyer kokën majtas djathtas, duke parë nga njëri tjetrin. Momentin që ja gjejnë dobësinë njëri tjetrit, kafshojnë pa asnjë lloj mëshire dhe njëri tjetrin. Ju e sollët në vëmendje figurën e Fatos Nanos, i cili u nda dje nga jeta në moshën 73 vjeçare dhe më pas krerët e politikës përfshi kryeministrin Edi Rama, kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, filluan t'i thurnin Diti Rambe, ndërkohë që nuk duhet harrojmë përplasjet politike që kanë pasur, apo dhe ajo, siç thatë ju pak më parë, mosmirënjohja e treguar ndaj tij. Në optikën tuaj si studiues i politikës, çfarë figure politike është Fatos Nano dhe si ka vepruar ai në radhët e Parisë së Tiranës? Shikoni, i ndjeri i zotit Nano kishte një lloj elegance individuale e cila ishte e pamohueshme. Mirë po, gjykimi që duhet dhënë për figurën e tij është një gjykim publik, është një gjykim mbi veprën e tij publike. Unë sot nuk dua të hyj në detaje sepse është pjesë e respektit ndaj familjarëve, cilët janë fakt vetëm të cilëve ai u dhimbset realisht. Pra, ngushëllime familjarëve dhe familjes si në çdo rast vdekje nga ana njerëzore. Për sa i përket gjykimit publik, unë sot do të ndalem vetëm tek një shprehje dhe pastaj njerëzit le ta interpretojnë si duan. Fatos Nano ishte një pjesë kyçe e Parisë Tiranës. Më vonë ndoshta do të vi koha që ta shtjellojmë edhe më tej këtë, por Fatos Nano ishte as më shumë dhe as më pak, por një pjesë kyçe e Parisë Tiranës. Si e gjykoni qëndrimin e kreut Partisë Demokratike ndaj vetë kësaj figure i cili dikur edhe e pati burgosur? Hipokrizia qesharake e gjithkujt, jo vetëm e zotit Sali Berisha, se duhet të jemi edhe të drejtë në gjykim edhe ndaj tij. Hipokrizia në mes të socialistëve dhe të atyre që sapo përmenda nuk i ngrinin telefonin për 90 ditë, që e braktisën në mënyrë të menjëhershme sapo ra nga pushteti. Por edhe zotit Berisha dhe zotit Meta është një gjë që po të mos ishte dramatike, do të ishte për të qeshur. Pra, në qoftë se pas ka qenë kaq i vlefshëm, sa thot sot zoti Berisha, pse e quajti funksionar të bandave të krimit. E shumë gjëra të tjera që ka thënë zoti Berisha, të cilat harrohen sot. Tani, këtu dua të ndalem në një argument i cili të cilin kam dashur për shumë kohë që ta trajtoj. Dhe argumenti është ky. Nga ana njerëzore, ne shqiptarët kemi një zakon që nuk është mirë të përflitet i vdekuri, sepse i vdekuri nuk është këtu për të përgjigjur, dhe gjitha kjo është një gjë shumë njerëzore e kulturës popullore shqiptare, për cilën unë jam jashtëzakonisht shumë krenar si shqiptar. Mirë po, Paria e Tiranës është aq e ndyrë sa që këtë lloj koncepti kërkon ta shfrytëzoj, ta përdor
për të shpëlar mëkatet që ka bërë kur ka qenë në jetë. E po më vjen keq ta them, nuk funksionon dot kështu. Në vdekje, njeriu respektohet deri aty sa i ka lënë vend vetes. Respektohen familjarët, respektohen njerëzit e afërt, cilët ndjejnë dhimbje dhe ju shprehet atyre një ngushëllim sepse është vërtet humbje për ta. Kur vjen tek gjykimi publik, nuk shpëlahen dot krimet e përbindshme ndaj shqiptarëve që ka bërë Paria e Tiranës. Po këta duke pasur frikë për vete, këta mundohen që ti shpëlajnë krimet, këta mundohen që ti mbyllin gjërat, këta mundohen që me një varrim të madh dhe një pjesëmarrje të madhe të mos flitet për thelbin e substancën e atyre që ata kanë bërë. Kjo nuk duhet të ndodhë, kjo është propagandë, kjo është maskarallëk, kjo është poshtërsi, kjo është përdorim e mirësisë së zakoneve të shqiptarëve që nuk flitet për të vdekurin. Për të vdekurit nuk flitet, po me këtë lloj logjike nuk u dash ka folur as për çka bërë Enver Hoxha, edhe ai ka vdekur. Me këtë lloj logjike nuk duhet folur as për krimet e Stalinit, as për krimet e gjithkujt që i bën vetëm në qoftë se vdes, nuk është logjik kjo. Pra, ngushëllimet i takojnë familjes, eleganca njerëzore duhet të mbizotrojë deri aty ku e ka vendin. Kur vjen puna për gjykimin publik, njerëzit i lënë vend vetes. Çfarë ke bërë, ashtu duhet gjykohesh, të gjykon populli. Nuk kam nevojë ta them unë, nuk ka nevojë për shumë mend kjo punë. Dhe këta nuk i kanë lënë vend vetes, ta i kanë ngjyrë duart me gjak shqiptarësh, këta janë pasuruar për shqiptarët dhe i kanë konsideruar shqiptarët në thonjza këta pisa, kaq meritojnë. Atëherë çfarë presin, çfarë respekti presin këta? Pse duhet ne që t'ua imponojmë njerëzve këtë respekt artificialisht nën fasadën e nuk shahet i vdekuri? Kjo është një ndyrësi shumë e madhe që bëhet, që prish dy gjëra, prish normën, sepse reagimi duhet të jetë që prit më njëherë se duhet të thënë e vërteta publike. Norma duhet të ekzistojë, po duhet të përkufizohet deri tek ndjeshmëria familjare, e cila është e paprekshme dhe është njerëzore dhe nuk mund ta verë kush në diskutim. Për sa i përket veprës publike, këta janë ata që janë dhe nuk i shpëlan dot vdekja. Në këtë rast në fakt jemi duke bërë një dekonstruksion të aspektit politik mbi figurën e Nanos dhe më shumë sa i përket qasjes që ka pasur vetë Berisha, por në këtë rast edhe kryeministri Edi Rama, i cili dikur e përcolli duke i rrahur shpatullat teksa Fatos Nano shpalli kandidaturën e tij për president dhe kërkonte aprovimin e Partisë Socialiste. Vetë qëndrimin e Edi Ramës, si e keni parë ndaj Fatos Nanos? A e konsideronte ai atë po themi një kundërshtar brenda radhëve të socialistëve që nëse bëj president mund t'i hapte shumë punë? Sigurisht që po, sigurisht që nga më të pështirët në këtë lloj sjellje është Edi Rama. Edi Rama është i njohur në pështirosjen e vet ndaj këtyre figurave. Kur ishte në pushtet Fatos Nano i ngjitej si lapangjoz dhe në momentin që i mori pushtetin i vuri shkelmin dhe e luftonte si armik dhe mbasi ja bleu gjakun, fatkeqësisht, e quante prap armik dhe tani me paturpsin më të madhe thot lam të mirë kryetar. Kjo është një tallje e madhe. Unë nuk jam militant socialist, po të isha militant socialist do revoltohesha. Do thoja mor zotri, por ti e ai që njoh unë apo ke ndryshuar këto 3-4 vitet e fundit që Nano u pa që s'kishte më as fuqi as gjë të kundërvihej. Do të mos harrojmë që deri para pak vitesh Nano u përpoq me të gjitha forcat, çfarë nuk ka thënë për Edi Ramën. Në për media, se i kishte ende duke qenë figurë e madhe e Paris, kishte gjithmonë akses në media, kishte bërë aq ndere, ishte njëri që me paratë e shqiptarëve kishte bërë shumë miq. Kishte lënë shumë të mira mbrapa me paratë e shqiptarëve. Tendera, ka bërë shumë njerëz pareli, domethënë zoti Nano, dhe ata në një farë mënyre normale i janë mirënjohës sepse i kanë nxjerrë nga një varfëri ekstreme pa asnjë lloj merite, i ka bërë njerëz të pasur që tani vendosin fatet e vendit. Por thënë kjo, a dinte Edi Rama kush ishte Fatos Nano në atë kohë kur e shante, apo nuk e din tani se kush ishte? Është një lloj hipokrizie të mërshme që këta nuk kanë asnjë lloj qëndrueshmërie në dalit e tyre dhe nuk kanë as burrnin që të thonë që shiko, e kam gjykuar kështu politikisht, por në fakt ai ka qenë burr i mirë ose ka pasur këto veti të mira etj. Ka dalë në ca intervista të shumë të sforcuara zoti Rama,
E zakonisht tonë intervistat bëhen tek Sekseri i Paris, është një televizion ku dalin këta sekserët, s'po ja përmend emrin se s'do t'i bë reklam, po ju e kuptoni bardh si gazetarë dhe publikut pastaj mund t'ja bëni të qartë. Ka dalën disa intervista të tilla kur ka me një sforcim të madh ka thënë po ka disa defekte, po domethënë është përpjekur që ta zbus sepse dinte që e kishte bler Fatosnanon. I kishte gjetur të birit punë dhe kishte dhënë 2-3 tendera dhe i kishte rregulluar punët me të dhe Nano nuk mund të ishte më kundërshtar, se në momentin që e kishte bler, ja kishte gjakun në dorë. Tani del dhe thot baba i partisë ose kryetar, Lamtumir kryetar. Kjo është tani po të kishte pak ironi ai kandidati me demek i PD-s, por që s'është i PD-s për Bashkinë e Tiranës, Flori, i cili është aktor humoristik, jo i keq, është fort i mirë, duhet ta bënte këtë meme, duhet të tallej në mënyrë të pashpirt me këtë punë, ndoshta ajo tani sepse ai sapo ka ndruar jetë Nano, po në të ardhmen kjo është për meme, jam të mirë kryetar, po kujt i thot, ai njerëzit kanë kujtesë më. Nëse, vjen keq që e kalova e ula në këtë lloj niveli, po ishte e detyrueshme të thënë që hipokrizia e këtyre antarëve të Paris Tiranës është e pa skrupullt dhe këta tallen me njëri tjetrin dhe me shqiptarët. Në optikën tuaj si studiues, si mendoni se do të kujtohet në politikën shqiptare dhe në historinë e politikës shqiptare figura e Fatosnanos dhe sipas jush, cila do ishte ajo fjali që mund ta përmbledhte në një të vetëm? Unë mendoj se e thash pak më parë, po e shtjelloj dhe pak më tepër, për shkak se po e bën pyetjen në formën e 4 të mundshme. Fatosnano është një figurë komplekse, me dritën dhe me hijet e veta, dhe është një nga lojtarët kyç të Paris Tiranës. Ju gjykimin tim për Parinë e Tiranës e dini, dhe po doni po jo përsëris, Paria e Tiranës është një grupim që ka sunduar shqiptarët, ka duart me gjak shqiptarësh dhe që meriton të shkojnë në koshin e historisë së shqiptarëve, sepse ka bërë dëme të pallogaritshme dhe po rrezikon kombin shqiptar në këto momente që flasim. Më tej se kaq nuk besoj se do ishte elegante të thoshim drejt për drejt. Zoti Roy, unë ju falenderoj për gjitha mendimet, analizën dhe opinionet këtu në Agora News. Ju falenderit ju Bardh, falenderit për vëmendjen. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.